Disa njerëz nuk I kanë kreditat e mjaftueshëm, duhet me shiku në Google apo me kontaktu advokatin, a është shteti ku ka punu pecekën e familjes Los Angelesit. Shqiptarja nga Shqipëria nuk I ka pas kreditat në Amerikë ka arvon, ka punu në hotel, ka arvon. Ka punu në Itali një kohë, ka punu në Shqipëri një kohë, ka punu në Amerikë një kohë. Nuk I ka pas kreditat e mjaftueshëm në Amerikë për me qit lutjen për Social Security Disability Benefits. Falenderës të marrëveshje bilaterale me Italinë me Amerikën, mande unë hulumtimit tim që kum të mëshme që mi bashku kreditat me Itali, me Amerikë, ajo ashtu e ka disability benefits këtu. Se do me thoni çfarë? Marrëveshje ndërshtetërore në fakt që I njeh siguracionin gjatë kohës punës, kjo është e vërtetë. Kjo është një gjë e mirë në fakt që njerëzit ta dinë dhe të kontaktojnë. Po cilat janë gabimet më të zakonshme që shqiptarët bëjnë gjatë aplikimit të këtyre benefiteve ose gjatë plotësimit të këtyre dokumentave për benefit? Çfarë duhet dinë patjetër para se të fillojnë aplikimin? Faleminderit. Unë me lejen tonë nëse sprish punë, veç po du më kthy mrapat edhe një benefician me qëllim që I kontribuon kombit kushdo që është, e mandej dal te gabimet apo anashkalimet. Nëse sprish punë, nëse është okay. Faleminderit. Është një lloj beneficioni që s'ka lidhje punon as punon, a pagun kreditat punës, ajo quhet SSI, Supplemental Security Income, është një lloj ndihmë sociale. Edhe kjo është ndihmë sociale nëpërmjet governmentit federal, Federal Social Security Administration. Nuk I nevojë për atë beneficion me punu fare, ka fëmijë një vjeçar që I bin të une kualifikohen, ka prind që s'kan punu kur në këtë vend kualifikohen. Për atë beneficion dush me qenë këto me letra, si që themi ne, në mënyrë ligjore, apo refugjat, apo American citizen. Çka është edhe një inkurajim për njerëz me mësu gjuhën sa të mundën, apo me shku te mjeku mu kualifiku mu bo American citizen. Për këta persona, këta duhet me qenë këtu, nuk mundën me jetu jashtë me marrat ndihmë sociale, ajo është një lloj rrudhe, një farë mangësie, po prap ka shumë që kanë lavërdi për qas I beneficioni se s'kan varianta tjera. Për shembull një shqiptare nga Dibra, që për një vendit Amerikës, më duket anë është New York që më ka kontaktu, ka në morë të vanshme, s'ka mujt me pas kreditet që ka punu këtu, ka punu në Dibër, Maqedonia se ka kontratën me Amerikën, stak, me qysh me apliku, për çka ka apliku për SSI. Me qëse është tjetër benefician, është aprovu për qatë benefician. Kështu që të keni parasysh, nëse keni dikon me çështje të sëmur psiqikisht, apo fizikalisht, apo me smujt autizëm, apo me gjana tjera, ku do qeni në Amerikë, apo jashtë Amerikës, që një normal mundeni me kontaktu Social Security Administration, mundeni me gjetë numrat në Google, apo muj më t'jep numrat unë ty midis këtyne seanca dhe me timi qit në